Shumbati është njëri prej fshatrave të mëdhenj të Dibrës, që shpaloset madhështor me liçenin piktoresk, tokat e punuara, të cilat i ngjajnë një hambarit pafund dhe lagjet që e përbën atë. Njëra prej tyre quhet Jakovin, dhe aty ndodhet mes gjelbërimit pashoq, shtëpia Dykaçe, e cila lindi dhe rriti njërin prej djemve të saj, Hasan Emin Leka. Jo shumë larg prej aty është kjo shkollë Dykaçe, e cila ka një pllak me mbishkrimin shkolla 9-vjeçare Hasan Leka. Duke parë këtë vlerësim, lind pyetja se kush është ai dhe pse kjo shkollë në Shumbat mban emrin e tij. Ndaj në këtë dokumentar do të bëjmë atë rrugtim që Hasan Leka bëri në jetë, që nga fëmijëria e tij në këto rrugica të këtij fshati dhe më pas në Slov, Peshkopi, Tiranë, Baramcur dhe çdo qytet e fshat, ku shkeli këmba e tij. Ishte vetëm 11 vjeç, kur në çantën e bukës ai shtoi librat, fletoret dhe lapsat dhe nisi një rrugtim suksesi në jetën e tij. Hasani ngjante Feniksit, duke u ngritur nga hyri i fshatit dhe fluturoi me pishtarin e ndezur të diturisë mes dallgëve të jetës, por që në breg gjithmonë nxorën fitues. Stacioni i parë për të ishte Shupenza, aty ku kreu shkollën 7-vjeçare në konviktin e saj. Më pas, stacioni tjetër i rëndësishëm i shkollimit të tij ishte Peshkopia dhe pedagogjikja e famshme, e cila i dha më shumë dritë diturie. Më vonë vjen në Tiranë, aty ku edhe kreu studimet e larta. Por duhet përmendur fakti që ishte vetëm 19 vjeç kur ai guxoi të mësojë nxënësit në rolin e mësuesit të ri, dhe 2 vjet më pas, pikërisht në fshatin e tij Shumbat, kur ishte vetëm 21 vjeç, do të bëhej drejtor i shkollës, më i riu që merrte atë postë dhe që vendosi një rekord të pathyeshëm edhe sot. Aty ai gjeti drejtor Ahmet Çavushin, njërin prej shokëve të tij, por që besoi tek aftësitë e Hasanit. Hasan Lekën e kam njohur që kur filloi punë në Slov, unë isha drejtor shkollën në Shumbat. Dhe u njohëm, kishim një drejtori i parë, takoheshim shpesh, u njohëm. Hasani ishte, me të vërtet, megjithëse ishte shumë i ri, ishte një personalitet i dukshëm, jo vetëm në fshat, por edhe midis intelektualëve. Kishte diferencë, kishte një prezantim të fuqishëm intelektual në mes njerëzve ku jetonte. E donin të gjithë, e respektonin të gjithë, sidomos nxënësit e tij dhe shokët, patjetër. Shkolla e Shumbatit e ciklit 7 vjeçar është hap 61-62. Drejtori i parë ka qenë Ahmet Çavushi dhe Ahmeti le ka zëvendësu Hasani. Kur ka ardhur Hasani në Shumbat, ka qenë një ndër universitarët e parë të Shumbatit. Në vitin 1961-65, Hasan Leka dhe stafi i shkollës në Shumbat arritën të përgatisnin nxënësit e parë të cilët ishin kontingjent për shkollat e mesme. Madje ai këmbguli që të gjithë atyre 15 nxënësve t'u sigurohej bursë studimi. Kjo ishte një arritje e cila kurrë më parë nuk kishte ndodhur. Një tjetër arritje e guximshme ishte hapja e klasës së parë për vajzat, duke ulur në bankat e shkollës si nxënësët e para, pikërisht motrat e tij, Ilmien dhe Naile. Sa e qenë Shumbat, e qenë fushën në Slov, i dha atë që dukeshte. Qoftë në problemet e mësimore, qoftë në problemet e prezantimit si intelektual i mirëfillt popullor, po në kohë edhe si njëri, si një
bashkëjetues në ambientin ku ai jetonte. Nuk e shifte veten si të diferencuar, po shifte bashkë me ta mes popullit, mes të bashkëve, mes njerëzve, mes shokëve, mes nxënësve. Mosha për luftë e gjeti Hasanin në një luftë tjetër, po kaq të rëndësishme. Në luftën për përhapjen e arsimit kundër analfabetizmit. Ai hyrë në këtë luftë i përgatitur, ai hyrë në këtë luftë me vendospëri. Ai u përgatit nga familja, nga babai e mini, nga nën Gjilka, nga gjyshtit dhe nga gjyshet. Nëse sot themi që Shumbati, edhe pse me vonesë, ka bërë një revolucion në fushën e arsimit, e gjitha merita i takon Hasan Lekës, sepse ai kurrë nuk u mërzit, edhe me qoftë me nxënësit, qoftë me prindrit, duke nxjerrë bursa dhe duke thënë të vazhdonin studimet. Hasani mbetet emblema, Hasani mbetet përmendorja, Hasani mbetet abetarja e historisë së shkollës së Shumbatit. Por në kulmin e arritjeve të tij profesionale, pasi shkolla ishte bërë njëra prej modeleve të arsimit në zonë dhe në rreth, Hasani emërohet në komitetin e Nisarethit, në detyrën e rëndësishme të sekretarit të dytë. Edhe pse pa dëshirën e tij, ai vjoj të punonte edhe këtu me devocion në të gjitha shërbimet e ngarkuara, madje deri në hasin e thatë, kur e dërgonin me shërbim. A i vinte dhe bënte biseda me ne, si të ri të shkollës, por ishte shumë i amël, shumë i qeshur, shumë tërheqës. Gjithmonë a i ishte buzagas, edhe dinte të komunikoje si me të madhin, me të voglin, si me plakun, me plakën, me të riun, edhe me fëmijët e vegjël. Në vitin 65, ai krijoi familjen e tij të re, duke u martuar me një vajzë të zgjedhur në familjen Rexha në Slatin, në fshatin Ballkon të Uje Mujës, siç quhet ndryshe. Ajo ishte Laja, vajza e tretë e Recep Rexhës, e cila ishte mësuese dhe kësaj u bë nusja e tij, dhe më pas nëna e 3 vajzave të mrekullueshme, Dhurata, Miranda dhe Elona. Por vjen një ditë që konjunkturat si kudo të aftin e spostojnë, madje edhe pse kishte bërë shkollën e lartë dhe ishte i martuar, e detyruan të kryej shërbim në ushtarak në Gardën e Republikës në Tiranë. Gjithsesi, nuk thon kot që çdo e keqe e ka një të mirë. Aty, jeta e tij mori tjetër kthes dhe tjetër rrjedh. Por dhe aty, ai arriti të bënte diferencën dhe të fitonte besimin për të bërë shumë shpejt një ushtarak dhe kuadër shumë i përgatitur. Madje, u atashua në organet më të larta, qoftë në ushtri, në gardë apo në Akademinë e Rendit. Tashmë një kuadër i fortë dhe inteligjent dhe një burr i ndershëm e kurajos po i shtohi Shqipërisë. Nga drejtuesi një shkolle fshati, ai arriti të bëhet drejtuesi një akademie të rendit në Tiranë, aty ku përgatiteshin njerëz profesionistë të sigurisë dhe rendit për gjithë Shqipërinë. Erdhi si ushtar në Tiranë, në Gardën e Republikës, dhe aty pastaj e mbajtën dhe u bë oficer në Gardë. U shërbeu disa kohë si sekretari i rinisë, pastaj kaloi në sektor tjerë. Unë kam vjenë që në vitin 65, kur kishte mësues në shkollën e Shumbatit, është ka qenë një burr tepër i nderuar dhe pastaj kaloi në rinin, punoi në peshkopi, pastaj vajti ushtar, e mbajti Garda, u arriti oficer i lartë, ka punuar dhe në Tropoj, ka punuar në disa rrethe të Shqipërisë, edhe në Tiranë, ka lënë mbresa të shkëlqyera kudo që ka punuar dhe ka jetuar. Oratoria e tij, mjeshtria me mënyrën se si trajtonte problemet, elokuenca si fliste, gjuha e gjesteve, intonacioni, pasioni dhe komunikimi ishin supremacitë e njeriut model që fitonte miq kudo
ku shkelte këmba e tij. Ai kur nuk tha jo për detyrat që i ngarkoheshin, madje edhe kur u emërua të shkonte në Baramcurin e Largët, në kohët e vështira të vitit 74, ku punoi me shumë devocion dhe përkushtim atje, ai bëri të njëjtën gjë. Edhe aty, Hasani u ndjesi në shtëpinë e tij. Madje me punën dhe sjelljen e tij, ai bëri miq dhe u bë si njeriu i shtëpisë së tyre. Saqë de facto, duke se ishte një Di Brano Tropojan, ku njerëzit e donin të gjithë me shpirt. Madje jo vetëm atë, lajen apo vajzat, dhuratën Mirandën dhe Elonën, por i donin po kaq shumë edhe vëllezrit e Hasanit, të cilët ai mori me vete atje, Gafurin dhe Bakiun, sepse mbaruan edhe ata shkollën e mesme në Baramcur, ndërkaq që vijuan më pas shkollën e lartë në kryeqytet, po në shtëpinë e tij. Vetit kryesore ishte ndershmëria, burrëria dhe dashuria për njerëzit. Gjërat që nuk i bëdha Hasani ishin nuk fliste kur me Zot lartë. Nuk dinte të mallkonte dhe nuk dinte të shante me fjalë fyse. Por 5 vite më pas, në 79, më 15 gusht, Hasani emërohet në detyrën e lartë në shkollën e Ministrisë së Brendshme. Aty punoi me shumë devocion dhe fal përgatitjes së tij sfidoi edhe nivelin profesional dhe shkencor që ishte aty. Ai arriti me mënyrat e veta të frymën demokratike në këto, sadopak, futi frymën demokratike në këto organe. Ngriti frymën e diskutimit të problemeve, jo të urdhrave. Arriti që në shkollën e ministrisë të vendos patriotizmin në radhë parë, që kuadrët që dilin policë oficer të kufirit ose të rendit, të ishin patriot në radhë parë, që të donin atë dheun. Pastaj të ishin edhe kuadrë ligjor dhe kuadrë të Zot për kryerjen e punëve të tyre. Aty ai e mbrojti gradën shkencore dhe u bë shumë i njohur me botimet dhe shkrimet e tij. Por edhe këtu nuk e lan të qetë. Pas 5 vitesh kur puna e tij, duke dhe shkëlqente dhe njohu Maja, e transferuan sërish tashmë në sektorin e propagandës. E njëjta gjë i ndodhte edhe pak vite më pas, duke dashur ta degdisin në një tjetër sektor, por që ai me këmbguljen dhe argumentat e tij do të qëndronte stoik në sektorin shkencor të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Pas viteve 90, nga reforma ai u detyrua të ishte jashtë radhëve të policisë, duke u pasmatuar së tepërmi, pasi u shkëput nga pasioni dhe profesioni i tij. Por të mirët dhe njerëzit e Zotit gjen veten kudo dhe kurdo. Kështu ndodhi edhe me Hasan Lekën, njeriu që krahas punës së ndershme të një biznesmeni të vogël, mendonte edhe për Dibrën dhe Dibranët, mendonte për Gjakun, Fisin, por dhe për të tjerët. Shtëpia e tij në Tiranë ishte kthyer në një stacion pritje e përcjellje, por dhe në një foleje të ngrohtë ku jetuan dhe studiuan vëllezërit dhe motrat e tij. Konkretisht, Vahidja, e cila mbaroi për mësuesi, por dhe Gafuri e Bakiu, që u diplomuan, njëri për filozofi dhe tjetri për polici. Takimet dhe ndihma për Dibranët ishin motivi i çdo dite të tij. Krahas punëve të përditshme, Hasan Leka u angazhua edhe me themelimin e lidhjes intelektuale Dibrane, duke u bërë për shumë vite më radh pjesë e rëndësishme e kryesisë së saj, por dhe u dallua dhe spikati me shkrimet dhe botimet e shumta të tij. Në udhëtimin ton të lidhjes intelektualeve Dibran, profesor Hasani është një ndër themeluesit e shoqatës Lidhja Intelektuale Dibran dhe një bashkëudhëtar edhe ish kryetari i shoqatës, profesor doktor Nuri Abdiu. Prej tij unë kam mësuar shumë cilësi Dibrane, të cilët lidhen jo vetëm me historinë, jo vetëm me urtësinë, por edhe me dashurinë e madhe për vendlinjen, e artikuluar kjo në botimet e tij personale si autor apo në raportet. Sa herë bëj një bisedë për Dibrën, ai kthehej më një herë në vendlinje dhe fliste me
me i dashurit madhe për Dibrën, për vendlinjen e tij dhe për gjithë ata me të cilët ai kishte punuar gjatë gjithë jetës. I gjithi ky angazhim as pak nuk e pengonte Hasanin të bënte pas familjes së tij, veçanërisht njeriu në zemrës dhe të jetës lajën dhe vajzat e tij, që ishin pasuria e familjes Leka. Falë vlerave që ai shfaqte dita ditës, Hasani ishte kthyer në shembullin e bashkëshortit dhe prindit model, që mbushej me shpirt dhe frymëzohej për të bërë vepra të mira dhe një jetë po të tillë. Kam pa njeriu më model që kishe çfarë të mësosh prej tij. Ai edhe në familje, çdo gjë që e bëte, asnjëherë nuk e kam pa ta bëje me detyrim, ja me forcë, ja kështu si them unë është. Por nëse e kishte gabim, për shembull, i thoshte, po me e bë kështu, a nuk është ma mirë? Edhe u bindë që vërtet është ma mirë. Vinte edhe nga një familje shumë e nderuar nga fshati dhe ka pas një babë dhe nën shumë të urtë, njerëz shumë të mirë, edhe vetë se bëri emri pjesë asnjëherë. Shumë bukur e thatë ju. Asnjëherë se bëri emri pjesë gjatë gjithë kohës. Madje në vitet 2004-2006, ai hodhi në libër kujtimet e jetës së tij, titulluar Në rrjedhën e jetës, ndërsa spikati edhe si redaktor në Enciklopedinë e Dibrës, duke promovuar këtë vepër madhështore në Tiranë dhe në vendlindje. Nga rrethinat, ai erdhi dhe nxitoi të ngjitën e dyert e universiteteve, si profesor krahas emrave më të shquar të shkencës, si Alfred Uçi, Ismet Elezi apo Luan Omari. Botimet dhe librat e tij janë një aset për bibliotekat e vendit, studentët, por dhe dashamirësit e letërsisë. Falë këtyre botimeve dhe punëve shkencore, ai mori dhe gradën e doktorit të shkencave dhe u bë pjesë e Enciklopedisë shqiptare. Dhjetë vite më parë, shkollës së Shumbatit i është vënë emri Hasan Leka, drejtori të pas viteve 60, që solli frymën e re të dijes në vendlinjen e tij dhe që kontriboi për arsimin e djemve dhe vajzave të asaj treve. Na bën shumë krenar, ndjemi krenar, rritemi me krenarin, sepse shkolla mban emrin atij. Por i kemi dhënë emrin shkollës në Shumbat, shkolla nuk kishte emër. Jo si shumë veta ndruan emrat dhe i lanë një emër tjetër. Hasan Leka e meritonte plotësisht. Hasan Leka hodhi themelet e arsimit 7 vjeçar në Shumbat. Sigurisht është krenari për familjen, për mua, sigurisht po edhe për gjithë fshatin. Edhe për gjithë fshatin. Vajza e tij, e tretë, Elona, rikthehet sërish te kjo foledije sepse e konsideron sikur është shtëpia e saj, por dhe e motrave. Ajo kujdeset edhe për këto lule, edhe për këtë lulishte, duke improvizuar gjithçka në mjetet që i sjell nga Tirana dhe idetë e saj të pashteshme. Por emocionuese është kjo bibliotekë që ajo e ka mbushur me libra të dhuruar nga miq të shumt të babait të saj, por të vet Elonës. Atë duke parë nevojën që kjo shkollë kishte për një bibliotekë dhe dëshirën e madhe të shumë miqve të babait tim për të dhuruar libra për shkollën, menduam të bënim të klasë bibliotekë, ku të gjithë kishin mundësi për të dhuruar diçka për bibliotekën. Dhe tani janë bërë gati 250-300 titull librash. Sot shkolla e Shumbatit ka një bibliotekë aq të pasur nën kujdesin e vajzës vet, që kjo bibliotekë ka qenë vetë në kohën kur ka qenë Hasani drejtor.
Ndërsa të gjyrojmë ambientet e brendshme dhe të jashtme të shkollës, disa prej të cilave do të bëhen edhe më të bukura në kujtesë e risjell figurën e tij edhe poeti dhe ish nxënësi Jahe Selmani. Unë jam i kënaqur që jam në një ambient të tillë, plot kulturë, tek shkolla që mban një emër kaq të nderuar, Hasan Leka. Hasani ishte një aset shumë pozitiv për ujë më ujën. Unë kam kujtime vegjëlie, nuk e di me çfarë funksioni vinte në atë kohë në Kalat Dodës, të shkolla e Cerenit, ku isha nxënës, një djalë ishte në atë kohë, i qeshur, shumë pozitiv. Në mbyllje të dokumentarit, zgjodhëm sërish shtëpinë e tij, në Shumbat, aty ku Hasani jo vetëm vinte shpesh, por ushqente dhe dashurinë tek fëmijët për vendin, për fisin, për gjyshin e Minin dhe Gjilkën, për xhajat, Saliun dhe gruan e tij Kafilen, që hapnin dyert dhe zemrën për vllajën dhe fëmijët e tij. Hasan Leka ishte një derë e hapur dhe një shpirt bujar, veçmas për vëllezërit dhe motrat e tij, duke kontribuar thuajse për secilin në jetën e tyre. Ai donte kaq fort vëllain e madh Saliun, por dhe Gafurin dhe Bakiun, të cilëve ju dhave drejtimet dhe shkollimin në jetë, duke i marrë me vete edhe në Tropoj dhe në Tiranë. Por po kaq i devotshëm, ai ishte edhe për motrat, Midën, Nailën, Elmien dhe Vahiden, ndërsa një lidhje të ngushtë pati edhe me Xhaxhain Bajramin dhe vajzën e tij Marieta, nuse në familjen Roshi në Tiranë tek miku i mrekullueshëm Gani Roshi, që drejton sot Federatën e Paqes në Shqipëri si sekretari i përgjithshëm i saj. Babi vinte shumë shpesh këtu, normalisht, edhe na tregonte historitë e tij, se si kishte sakrifikuar për të bërë shkollën, se si kishte arritur rezultatet maksimale, se si mblidhte disa kokra që bënte kallamare me bojë për të shkruar, që ne ndoshta në kohën tonë as nuk imagjinojmë dhe as nuk i çonim në përmend, sepse u munduam prindit tanë të arrisin me gjithë mirat edhe këto gjëra ishin vërtet si pralla. Babai Mini ishte me shkollën e jetës. Ai kishte grumbulluar në vite tregime dhe eksperiencë për edukimin e fëmijëve, po kështu nën Gjilka kishte një thesar të vërtet të prrallave, të mitologjive, të legjendave, të cilat i tregonte me dashuri dhe me zë të ëmbël, gjë që jepte përparësi të mirës në luftë kundër të keqes dhe gjithmonë dilte triumfatore e mira. Fillimisht, Elona na rikthen kujtimet për dardhën e nënës në këtë bace, e cila është e djegur disa herë nga sërbërt, por që u kthye për familjen si një vend dhe tempull i shenjtë, pasi shëronte hera herës dhimbjet e fëmijëve. Atëre kjo është shtëpia ku babai im u rind dhe u rit normalisht, dhe përveç 9 fëmijëve që u ritën dhe u lindën te kjo shtëpi, ushqyem me dashurinë dhe shumë nipër dhe mbesa që erdhën më pas. Dhe një nga ato jam dhe unë, që jam rritur me dashurinë e kësaj shtëpie, me dashurinë e këtij vendi, jam rritur me shumë dashurinë e gjyshes tonë që ka jetuar këtu dhe na priste çdo verë kur vinim ne me pushime. Dhe sigurisht që ka pas edhe ato gjërat e veçanta të shtëpisë, që është kjo dardha këtu, që normalisht neve gjithmonë kur na dhimte koka ose kur kishim ndonjë shqetësim, gjyshja vinte një gotuj aty te dardha dhe na jepte atë ujin për ta pirë, dhe kjo na bëhej si një ilaç ose një gjë që na qetësonte. Po ndoshta ka qenë dashuria e gjyshës që na qetësonte, sesa përkujdesja që ajo kishte, që ndikonte për të na shëruar. Gjithçka këtu të duket se ka një histori, pasi pak më tej ndodhet ky lis, që quhet Lisi i Vehapit, për të cilin njëri prej djemve të fisit, Dashuri Leka, kujton. Ka një histori të veçantë, sepse në nënhirën e këtij plepi bëhej kuvendi i gjithë lagjes dhe i fshatit. Pleqësia e fshatit mblidhet në nënhirën e këtij plepi. Në vitin 2012, Hasan Leka ndoroi jetë, dhe 3 vite më pas, më 15 prill,
2015, iku nga kjo botë dhe bashkëshortja e tij Laja, e cila si duket nuk e kuptonte dot jetën pa të. Kujtimet për Hasanin na shoqëruan deri në kohën kur ai vdiq. Ishte një dhimbje edhe një humbje për krahinën. Qoftë nderuar emri dhe vepra e tij. Ishte një njeri që sa herë ta takoje do kënaqeshe të rije me të. Kishte cilësi të veçanta, dashurinë, ashtë respektin për njerëzit, dashurinë për punën. Ka qenë një njeri që ka pas rezultate në punën e vetë gjithë kohën. Por të mirët ndriçojnë edhe me mungesën e tyre, dhe vepra vjen një ditë që të nxjerrë sërish në skenën e vlerësimit. Dibra nuk e harroi djalin e mirë të saj, dhe ka mjaftuar një propozim i lidhjes së intelektualëve Dibran për t'i dhënë në vitin 2023 titullin qytetar nderi nga Këshilli Bashkiak. Titull ky që sot festohet dhe zyrtarizohet në Peshkopi, por që do ta mbajë të ndezur për vite e vite. Në shekuj, emrin e bukur dhe të pavdekshëm të Hasan Lekës, njeriu që flet edhe me mungesën e tij. Ka vlerat veçanta, jo vetëm për ne si fis, por edhe për fshatin, por edhe për zonën, edhe gjithë rrethin. Ku kam shkuar, kam ndjek kënaqësi, sepse vetëm flitë mirë për ta. Përveç emrin që mban shkolla, emrin Hasan Leka, Këshilli Bashkiak i qytetit ka marrë një vendim duke e nderuar me titullin qytetar i nderit të Dibrës, zotin Hasan Leka. Ne patëm nderin që t'i propozojmë Këshillit Bashkisë Dibër dhënien e titullit qytetar nderi tashmë në përmasa më të mëdha, sepse i tillë që kolegu ynë i nderuar dhe Këshilli i Bashkisë Dibër ja dha këtë titull qytetar nderi i Dibrës, jo më tashmë vetëm i Sllovës apo i fshatit të tij, po i gjithë Dibrës, dhe kështu në këtë mënyrë ne nderohemi me emrin e tij, nderohemi si shoqat, nderohemi si Dibër dhe jemi krenar që kemi patur në mesin tonë. Si pa kuptuar, erdhëm në mbyllje të dokumentarit, por që të ngjan me një libër të hapur të njeriut që gjithë jetën punoi me përkushtim, ndershmëri dhe devocion, Hasan Leka. Prehu në paq, i miri Hasan, o nderi vendlindjes i familjes i Fisit, i Shumbatit, i Dibrës, i ushtrisë, por dhe shoqërisë shqiptare. Ti ke vetëm pavdekësi në jetë të jetëve.